ka dalë Arben Ahmetaj përpara një viti e ca, dhe midis shumë gjërave të tjera që ai ka dhe në folklorin e tij në zhargonin plaçkicja më e madhe bla bla historitë e tjera, por nuk po merrem me atë çfarë ka ai emocionale. Por ai ka dhe një të dhënë shumë të rëndësishme. U prish tenderi, tha, u anullua tenderi që fitoi Gjoka Konstruksion, dhe ditën tjetër, unë, Belinda Balluku dhe Edi Rama, shkuam në Turqi, në Ankara, dhe takuam kompaninë turke dhe mbyllëm tenderin në Llogaras. E thot Arben Ahmetaj këtë. U kthyem dhe tenderin e Llogaras e mori kompania turke me 190 milion euro dhe u bënën kontraktimi për 140 milion euro që do ta bënte Gjoka Konstruksion. Tani ka dy gjëra këtu që kërcasin fort. E para njëherë sepse kompania turke ka deklaruar vetëm 24 milion euro fitim të kësaj kompanie. E para. E dyta, edhe në qoftë se ti jep një punë me nën kontraktim, në bazë ligjit shqiptar ti nuk mund të ta japësh 50% e lartë. Pra je i detyruar që ti si kompani e parë, po sigurisht se për çfarë jep ti me në kontraktim ata. Në qoftë se ti Gjoka Konstruksion ka dhënë 100% me kontraktim, që këtu e ke